Pas një hetimi të gjatë dhe të theduar që ka zgjatur mbi 3 vjet, Prokuria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar procesin e hetimit për një grup të strukturuar kriminal me bazë në qytetin e Elbasanit. Në total janë dërguar për gjykim 11 persona, të cilët akuzohen për një sër veprash penale shumë të rënda, duke përfshirë vrasje të shumta, atentate të dështuara, si dhe grabitje të dhunshme në zona të ndryshme të Shqipërisë. Mes të pandeurve figurojnë emra të njohur si Suel Çela, i cili njihet gjithashtu me emrin Marius Lulaj, dhe Talo Çela. Suel Çela është i akuzuar për tentativën e vrasjes së Ulzi Mashës në kryeqytet pranë liçenit artificial në Tiranë në vitin 2022, si dhe për sigurinë e mjeteve dhe kushteve për vrasjen e Kasriot Kilën në Elbasan gjatë të njëjtit vit. Talo Çela është përfshirë në disa ngjarje të rënda, përfshirë vrasjen e Fatmira Dedajt në Durrës në vitin 2013 bashkë me Festim Qolin, si dhe për atentatin e dështuar ndaj Arben Islam Çetës në Labinot Fush. Gjithashtu, Talo Çela akuzohet edhe për vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosjen e Ardit Uruçit në vitin 2019 në rrugën Peqin Elbasan bashkë me Agron Kamber Mehjan dhe Alex Çelën. Në listën e të pandeurve është edhe Elio Bitri, akuzuar për vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis në Durrës në vitin 2020, po ashtu edhe për vrasjen e Emiliano Ramazanit në Elbasan në të njëjtin vit. Në një nga rastet më shqetësuese, Elio Bitri është akuzuar edhe për dhunë në ushtruar ndaj një shtetësie, ndërsa Festim Qoli është përballur me akuza për vrasje, si dhe për shkatrim prone me eksploziv në Durrës. Po ashtu, disa prej të pandeurve janë akuzuar për sigurimin e mjeteve materiale dhe kushteve të nevojshme për kryerjen e vrasjeve, duke përfshirë edhe emrat Florenc Shapja, Ervis Martina, Jelket Xhixha dhe Elvin Merlika. SPAK ka njoftuar se hetimet vazhdojnë për të zbuluar më tej lidhjet dhe aktivitetet e tjera kriminale të këtij grupi, si dhe për të identifikuar dhe ndëshkuar persona të tjerë të përfshirë në këtë rrjet kriminal. Ky operacion i SPAK-ut vjen në një moment të rëndësishëm, duke dëshmuar angazhimin e institucioneve të drejtësisë për të luftuar me vendosmëri krimin e organizuar dhe për siguruar rendin dhe sigurinë në vend, si edhe pas periudhës së tensionuar politik të zgjedhjeve.